Të drejt për drejt prej fshatit që stam të Kadri Veselit dhe sigurisht që në asollën ndjesit e bashkëfshatarve të ti për mungesën e Kadri Veselit tash e kohë të gjatë. Jo, veç në këto zgjedhje se janë mbajtur disa procese zgjedhore pa pranin e Kadri Veselit dhe sigurisht të gjithë bashkëfshatarve të tjerë të ti, pjesëtarve të themeluesve të ushtrisë kombëtare të Kosovës, të cilët vazhdojnë të jenë në Hag në një proces gjykimi që akoma nuk ka një verdikt. Po, ndërkohë do të shkojmë, ishim në veri, do të shkojmë tash në anën tjetër krejt, në jug të Kosovës, në Prizren, komunë kjo me shumë diversitet, me shumë komunitete, lidhe me kolegët anë tjerë për të parë se si përshkron procesi zëdor. Jemi në njërën nga qendrat ku votojnë pothuajse të gjitha komunitetet që jetojnë në komunën e Prizrenit, megjithatë nuk ka pasur asnjë të lashe, sipas informacioneve që i kemi marrë. Kemi ardhur edhe me shkas tjetër pikërisht te kjo qendër, pasi që në zgjedhjet e dhjetorit kemi raportuar për disa email që kanë shkuar në drejtim të policisë pikërisht për të lashe në këtë qendër. Ishte aktivizuar policia, kishte dalë në vendngjarje, megjithatë kishte dalë që ato shkrime që kishin shkuar në adresë të policisë nuk ishin të vërteta dhe kësi probleme teknike nëse mund ta quajmë që nuk kanë ndikuar drejt për drejt në procesin e votimit, por që kanë qenë kryetemë këtu në Prizren, mund ta quajmë lirisht. Nëse kanë pasur shkrime të tilla ose çfarë kanë ngjarë pikërisht në qendrën ku jemi ne aktualisht Motra Qirjaze, unë do të bisedoj me drejtorin e shkollës, një herë është edhe menaxherin e këtij procesi. Nderuar, faleminderit fillimisht për kohën. Faleminderit për juve. A mund të tregoni nëse keni të lashet që i keni pasur në dhjetor, pikërisht me ato emaila që unë i përmenda paraprakisht, por edhe nëse keni pasur ndonjë të lashe probleme ose të natyrave të tjera? Si që dhe një dhe vetë keni qenë dëshmitore në atë kohë që asat herë nuk ka pas të lashe dhe asat nuk ka asnjë të lashe. Domthonë procesi ka filluar me kohë, deri tash është gjithçka në rregull, pa asnjë shqetësim, pa asnjë incident as më të voglin. Po sa i përket statistikave, si është dalja në këtë qendër, pasi dim që është njëra ndër qendrat më të mëdha, rrjedhimisht edhe votojnë shumica e komuniteteve që jetojnë këtu në rrethin. Po, kjo është një ndër qendrat të mëdha në komunën e Prizrenit. Kjo qendër ka dikon afër 8.000 votues.